Televizioni Blu ju përshëndes nga edicioni informativ. Jemi së bashku për të ndarë zhvillimet e ditës. Do ndalemi në aktualitet, ku depozitimi i mbetjeve inerte në Jalli të Nartës nuk do të kryhet më pa kriter, por në bazë të një rregulloreje të re të vendosur nga autoritetet vendore. Zona ku më parë mund të depozitojë mbetje të ndryshme pas një kontroll, tashmë do të funksionojë me tarifa të përcaktuara dhe me monitorim të rreptë. Depozitimi mbetjeve inerte në Jalli të Nartës tashmë do të kryhet vetëm nëpërmjet pagesës. Në vendin që dikur mund të depozitonte çdo kush dhe pa u kontrolluar, është vendosur tashmë trau, ndërsa çdo automjet do të detyrohet të paguajë në bazë të tonazhit të mbetjeve inerte që ka për të dertur në këtë zonë. Tarifa e përcaktuar është 100 lekë të reja për metër kub, ndërkohë që kjo zonë do të funksionojë kontrolluar për 16 orë. Pra, automjetet do të lejohen në orët e paradites dhe të pasdites. Megjithatë, ka ende një problematik të vogël që ka të bëjë kryesisht me peshimin e automjeteve të cilat depozitojnë mbetjet inerte në këtë zonë për të përcaktuar peshën e saktë dhe tarifën e saktë që ato duhet paguajnë. Depozitimi mbetjeve inerte në Jalli të Nartës nuk do të kryhet më pa kriter, por vetëm kundrejt pagesës, në bazë të një rregulloreje të re të vendosur nga autoritetet vendore. Zona ku më parë çdo subjekt apo individ mund të depozitonte mbetje të ndryshme, tashmë do të funksionojë me tarifa të përcaktuara dhe me monitorim të rreptë. Sipas vendimit të ri, të gjitha mjetet e tonazhit të rënd që do të depozitojnë mbetje inerte në këtë hapësirë do duhet të paguajnë 100 lekë të rinj për metër kub. Në hyrje të zonës është vendosur një tra kontrolli, ndërsa hyrja dhe dalja e mjeteve do të regjistrohet me qëllim disiplinimin e procesit dhe shmangjen e abuzimeve që janë konstatuar ndër vite. Kjo mas synon të evitoj problematikat e së kaluarës, kur depozitimi i pakontrolluar i mbetjeve krijon të ndotje mjedisore, zaptim të hapësirave dhe vështirësi në menaxhimin e territorit. Përmes aplikimit të tarifës pritet jo vetëm rritje përgjegjshmërisë nga subjektet ndërtuese, por dhe vendosja një standardi të ri në administrimin e mbetjeve inerte në zonë. Megjithatë, ende mbetet një problem për të zgjidhur mungesa një peshoreje në teren për të përcaktuar me saktësi sasinë e mbetjeve që depozitohen. Aktualisht përllogaritja do të bëhet mbi bazën e vëllimit të deklaruar apo të vlerësuar, çka mund të sjellë paqartësi në përcaktimin e shumës që duhet paguajnë mjetet e tonazhit të rënd. Vendosja e një peshoreje do të garantonte transparencë dhe saktësi më të madhe në proces. Nga ana tjetër, konfirmohet se gjithë aktiviteti do të monitorohet nga Bashkia Vlorë, e cila do të administrojë edhe të ardhurat e mbledhura nga kjo tarifë. Këto të ardhura pritet të shkojnë në buxhetin e institucionit të pushtetit vendor dhe të përdoren për menaxhimin e territorit, përmirësimin e infrastrukturës dhe ndërhyrje të tjera në shërbim të komunitetit. Punimet për rehabilitimin e një pjese të shëtitores si dhe burimit në ujë neftot duke se janë ndërprerë, teksa në zonë nuk punohet prej ditësh. Një skrep premuesh i fikur dhe asnjë punëtor që të kryejë sigurisht edhe një punë të vetme. Një rjetër rrjethuese e kantierit si dhe blloqe betoni përfunduar në Bregdet. Është gjithçka panoram në kantierin e shëtitores bregdetare të Vlorës. Projekti për rehabilitimin e pjesës fundore të shëtitores Lungomare 2 vijon të jetë ende pezull, pasi mosmarrëveshjeje mes firmave që realizojnë shëtitoren Lungomare 2 dhe 3. Pak muaj më parë, firma 2T, e cila i gjeti një dakordsi me pushtetin lokal, filloi punimet për rehabilitimin e saj. Kjo firmë do të realizojë rehabilitimin e një pjese të shëtitores, por edhe burimin e ujit të ftohtë. Për qytetarët e Vlorës, punimet që nisën shumë shpejt, u ndërpren po shumë shpejt dhe vazhdimi i shëtitores Lungomare 2 vijon të jetë në gjendje të pashme. Qytetarët thonë se firma ka pezulluar totalisht punimet, teksa në zonë nuk punohet prej ditësh. Sipas tyre, është e rëndësishme që projektet të vijojnë, pasi pezullimi i punimeve të tyre për shëtitoren mban peng edhe rehabilitimin e burimit. Jam lërë rritur këto dhe këtu kam bushu gjithmonë. Po inerte ka pasur det shumë, nga gjitha i gjavori që e morin që arru këtu. I thash mos e hidhni këtu, i thash, se ai do të atoj prap atje. Po? Deti ka ngritur tokën këtu. Atë deti përmbys vaporin, jo zhavorin që nuk ka filluar, po bëjnë ca plinda, po se kur do ta mbarojnë, se kur do ta. Po i ka që vjet në behar. E filluan, thanë do ta bëjmë me plindo, ta bëjmë kështu, ta bëjmë ashtu. Filloi deti e lanë fare ata. Se si e kanë. Bëjnë plinda ata dhe thonë që do bëhet një radhë me plinda, pastaj do hedhin betona, çfarë do ta bëjnë punët, ata vinë një javë edhe do dy plinda. Ja, shikojte, shi e shkroj. Po mase do ta mbarojnë atë. Vogël se e lanë këta që e filluan. Kishe mbaruar ajo së gjë fare as 50.000 metrosh. Linjar. Ajo do të ishte. Do jam. Po se si e kanë. Ata e din. Mendimi më i qelbur është. Do i zësh deti. Deti që merr dot pjesën, se në tjetër mendje marrë. Po. Mirë ishte këtu të rregullohet.
Edhe një burim që ishte dilte edhe këtu, edhe atë më fare. Çfarë? Këtu kaloj 2 herë në ditë. Po një. Jo, vetë ka bërë një 2 tonë atë s'ponë fare. Situata tani katastrofesh. Burimi është shumë i mirë, ujtë është natyral, vjen në shkemi, buron në shkemi, po vemi me bidone se shikon, me bidone që të mbushim. Nuk kam bërë një qezëm, një gjë të mirë. Po pengoj, që të bëjmë? Moshe e madhe sa me zimbush aty, në të rinjë të hajde se bashku po. Unë vi një herë në javë që vi këtuja, kam edhe rrugën që punoj, vi mbush. Si ujë e shumë i mirë. Po, punoj vazhdimisht, po. Qa të thot vlaj, nuk e di. Këtu, bëj një këshu këtu, shem një rrugë këtu, bëj një këshu, nuk bëj një punë të saktë. Në çdo vend që të veshesh hapi rrugë, mbylli, nuk... Shumë, vetëm beton shikon, si që shikon dhe vetë këtu, vetëm beton. Në çdo vend vetëm beton. Një skrep që qëndron prej muajsh i fikur në zonë dhe asnjëherë nuk punon, as një punonjës që të kryej qoftë edhe një punë të thjeshtë dhe të vetme. Një rrjet portokalli që ka rrethuar kantierin, si dhe bloqe prej betoni që kanë përfunduar në bregdet. Kjo është panorama e vazhdimit të shëtitores lungëmare pas pezullimit të punimeve. Njëra tjetër teren sportiv në Vlorë mund të konsiderohet tashmë jashtë funksionit i ndërtuar disa vite më parë për banorët e një zone të caktuar të lagjes 1 maj, sot tereni është tërësisht i shkatruar. Një tjetër teren sportiv në Vlorë mund të konsiderohet tashmë jashtë funksionit i ndërtuar disa vite më parë për banorët e zonës së Kumes, sot është totalisht i shkatruar. Prej terenit të vjetës sportiv kanë mbetur vetëm 2 porta nëse mund të qenë të tilla prej hekurit të cilat mund të përdoren për të luajtur futboll dhe asgjë tjetër. Në Vlorë është e vështirë që të gjesh një teren sportiv, por edhe kur këta të fundit ndërtohen, janë pikërisht banorët e zonës, ata të cilët duhet i gëzojnë dhe duhet i vendosin në funksion, që i shkatërojnë duke bërë që këto terene sportive të dalin jashtë funksionit. Një situatë e njëjtë edhe në zonën e Kumes, pjesë e lagjes së 1 maj, ku një prej tereneve sportive në këtë zonë ka dalë tashmë totalisht jashtë funksionit. Në terenin sportiv që ndishin në pamje në kohën kur ai u ndërtua ishin vendosur aty lisharse, paralele një rrjet për volejboll, gjithashtu dhe një kosh basketbolli. Brenda pak vitesh të gjitha janë shkatruar, ku prej tyre nuk ka mbetur pothuajse asgjë. Ndërkohë në qytetin bregdetar të vetme terene sportive që janë disi brenda standardeve të kërkuara, janë 2 fushat e sportit në lungëmare, aty ku ka shumicë të banorëve të zonës, fëmijë të vegjël që mund të luajnë, terene sportive ose janë shkatruar ose mungojnë fare. Krahas papërgjegjshmërisë qytetarit që i shkatron, mungojnë edhe projekte për rehabilitimin e fushave të apo ndërtimin e tereneve të reja. Pavarësisht kundërshtive të forta dhe një betejë ligjore ende në vijim, punimet për ndërtimin e termocentralit me gaz në Roskovec kanë nisur. Aktivistët e kanë çuar çështjen në gjykatë dhe pranë komunitetit të energjisë, duke pretenduar se leja mjedisore e projektit ka skaduar dhe se procesi i miratimit ka pasur shkelje ligjore. Punimet për ndërtimin e termocentralit me gaz në Roskovec kanë nisur pavarësisht kundërshtive të forta nga organizatat mjedisore dhe një betejë ligjore ende në vijim. Aktivistët e kanë çuar çështjen në gjykatë pranë komunitetit të energjisë, duke pretenduar se leja mjedisore e projektit ka skaduar dhe se procesi i miratimit ka pasur shkelje ligjore. Gjatë një vëzhgimi në teren, grupi xhirimit i Blu Televizion nuk konstatoi praninë e punëtorëve apo mjeteve të rënda, por në zonë janë vendosur piketa që sinjalizojnë nisjen e fazës përgatitore të projektit. Neve sot ndodhemi këtu dhe shikojmë që kanë piketuar vendi për rrethim. Ndërkohë kur qesja vazhdon, janë bërë disa seanca gjyqësore. Shpreh nga gjykata, në momentin nuk ka, po me të shikojmë ulej ka filluar me të kafshuar nga veriu, përfundon këtu në kërthisë dhe në Gjëqes, që është për ta do keq. Kjo tokë me bonitet të lartë bujësor të kthehet për një investim të tillë është një çmendori e rradhës. Leja që ka marrë kjo kompani ka skaduar. Leja mjedisore për momentin nuk kanë. Leja nga baseni ujor nuk kanë aplikuar fare, të vënë që si parakusht për zhvillimin e një investimi të tillë. Jetojmë në vendin e çuditërave. Me të shikojmë
e pasanorexin për të vazhduar. Projekti miratuar nga qeveria parashikon ndërtimin e një termocentrali privat me kapacitet 170 MW, i cili do të funksionojë me gaz natyror të furnizuar nga Gazsjellsi TAP. TECi do të operojë për 49 vjet dhe pritet të hyjë në punë brenda 3 viteve. Shoqëria koncesionare Fier Termoelektrik do të jap shtetit 2% të prodhimit vjetor të energjisë ose vlerën ekuivalente monetare. Struktura aksionerëve përfshin kompaninë greke GEK Terna me 70% të aksioneve dhe kompaninë shqiptare Gener 2 me 30%. Furnizimi me gaz mbështetet në një marrëveshje me korporatën publike të gazit të Greqisë me dorëzim në pikën e Tapit në Roskovec. Por projekti ka ngritur shqetësime serioze mjedisore, sipas një analize të ekspertëve të pavarur. Emetimet reale të gazit karbonik mund të jenë shumë të larta se ato të deklaruara në vlerësimin e ndikimit në mjedis, duke arritur deri në 595.000 tonë në vit. Aktivistët pretendojnë se këto shifra janë minimizuar për të lehtësuar marrjen e lejes. Shqetësime ka dhe për përdorimin e ujit. Llogaritje tregojnë se TECi mund të kërkojë më shumë ujë se sa është deklaruar, duke rritur presionin mbi ujësjellsin lokal dhe lumin Gjanica, si dhe duke rrezikuar ekosistemin për shkak të temperaturës së ujrave të shkarkuara. Edhe banorët e zonës shprehen të pakënaqur dhe kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit. Ne kishim menduar që të lidhë si komunitet që puna e ndërtimit termocentralit ishte ndaluar duke patur parasysh vendimet e Këshillit basenave, duke patur parasysh edhe një shkresë që ka ardhur nga Këshilli i Evropës nëpërmjet deputetëve që mbrojnë mjedisin dhe duke gjykuar dhe logjikën e ftohtë që në këtë sipërfaqe që kërkon të ndërtohet termocentrali ka aktivitet në serat prej 500 hektarësh si bashki. Njëkohësisht edhe kulturat bujqësore bashkë me bregtorin të bëjnë një bazë zhvillimi për gjithë komunitetin që është për rreth këtij termocentrali. Duke parë logjikën me fjalë në sy, gjykojmë se kjo ka ngelur. Ditë e fundit shikojmë që ka njerëz që vinë vërdall, na le të dyshoj që diçka nuk funksionon, diçka lëviz. Ne si komunitet nuk kemi idenë se po na i punon bashkia apo qeveria. Ne vetëm gjykojmë që në këtë zonë ku ne na ka rënë pjesë nga Perëndia që të jetojmë, na kufizohet ose na malohet dhe më tepër dënohemi. Dënohemi sepse duke dëgjuar ata që janë specialistë mjedisor dhe japin alarmin dhe kjo na shqetëson. Ne nuk mendoj për jetën tonë, ne mendojmë vetëm për jetën e fëmijëve, të nipër mbesave me fjalë të gjithëve. Kjo është ajo që na shqetëson dhe duhet të shqetësojnë dhe ata qeveri dhe në bashki. Përderisa komuniteti ka nënshkruar me firmë 880 firma, njëkohësisht 200 e ca mos gabon akte notariale, do thotë që është i përkushtuar dhe e ka dhënë mendimet e veta. Dhe presim dhe vendimet që merr gjithmonë gjykata me fjalë. Gjithsesi, duke qenë se kam djeni të plot që vetë firma i ka mbaruar pjesa dokumentacionit, i duhet që të marrë dhe qenë mendim me publiku, me komunitetin, pasandaj gjithsesi me fjalë, ata janë qeveri shtet vendosur. Por unë mendoj që në gjykimin tim dhe në gjykimin që është kryeministri me fjalë dhe vetë kryetarja e bashkisë nuk mendoj se duhen ta ndërtojnë. Por faktor apo gjëra të tjera nuk e di, nuk marr dot për sigurt. Në gjykimin tim të ftohtë gjykoj që edhe ata vetë dinë se çdo të thotë që tokë bujqësore që të kthehet në tokë i fjalë produktive ose të kthehet në tokë me fjalë për të prodhuar energji elektrike me fjalë që është jashtë çdo logjike të ndërtuar. Unë nuk jam në nivelit që të pres ose të më shpjegoj dikush me fjalë për mendimet e të dyja forcat politike, po unë mendoj që çdo gjë është ndërtuar në ligj dhe duke zbatuar ligji, unë them çdo gjë vetëm në vendin e vet. S'ka pse duhet mendimi forcat politike në këtë drejtim. Se këtu s'ket bash me fjalë. Kur thotë vendimi i Këshillit të Ministrave është vendimi i Këshillit të Ministrave. Nëse ka një vendim të Këshillit të Ministrave për zhvillimor për termocentralin, njëkohësisht vetë Këshilli i Ministrave ka shkelur vendimin që tokat e kategorisë parë 2 dhe 3 janë toka bujqësore jo në Shqipëri, për në tërë botën, dhe këto mbrohen me ligj. Pak sa kemi të dëgjuar nga njëri nga tjetri edhe nga
qa marrin vesh nga të shkruara. Ndërkohë procesi i autorizimit mbetet nën kritika për mungesë transparence dhe mos përputhje me vendimet përkatëse të qeverisë, ndërsa autoritetet e konsiderojnë projektin strategjik për sigurinë energjetike të vendit. Shoqëria civile kërkon pezullimin e punimeve dhe një rishikim të plotë të pavarur të dokumentacionit. Për momentin në terren shihen vetëm piketat, por debati për tecin e Roskovecit duket se sapo ka hyrë në fazën më të nxehtë. Mishënia ekonomike e shqiptarëve është ende lart standardi sipas qytetarëve vlonjat. Në intervistat e marra për Blu Televizion, ata thonë se me pagat dhe pensionet që marrin nuk ja dalin dot, pasi me rritjen e pagave dhe pensioneve ka ardhur edhe rritja e çmimeve çdo produkti duke e bërë të pamundur jetesën. Është folur shpesh për rritjen e mirëqenies ekonomike të shqiptarëve, ku shpesh ka patur po ashtu edhe nisma për rritjen e pagave dhe pensioneve, por sa ka ndihmuar këto nisma në përmirësimin e gjendjes ekonomike. Sa mirë janë qytetarët e Vlorës sot për sa i përket ekonomisë familjare. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, ata thonë se me pagat dhe pensionet që marrin nuk ja dalin dot. Sipas vlonjatëve, me rritjen e pagave dhe pensioneve ka ardhur edhe rritja e çmimeve të çdo produkti të konsumit të përditshëm, e bërë të pamundur jetesën. Pensionistët thonë se nëse nuk do të kishin ndihmën e fëmijëve që dërgojnë para, nuk do t'ja kishin dalë dot për të jetuar. Sipas tyre, të rinjt me këto paga nuk krijojnë dot as familje, duke zgjedhur më pas të largohen. Çfarë ekonomi në pleq kemi ngelur ku ka. Ne vetëm pleqe plaka ka ngel. Nuk krijojnë dot familje këtu me këtë pagë. Krijojnë dot familje. Çmimet e shtëpive ka vajtur sa trafiu. Çfarë do blej shtëpia i do krijoj familje, do rris fëmijë. Është e pamundur. Ato gjëra nuk tregojnë. Jo, si plotësojmë dot po që aty. Vërtitemi tek mesatari. Çfarë do dëshironi të ndryshonte që pa mirë e këti. Kush do e bëj atë? Kush e ndryshon këtë punë këtu? Kush e ndryshon asgjë? Ku ka më mirë me 100.000 lekë pension të ke qenë në ajote? E të rinj për të rinj kapun bëzduan të punojnë të rinj. I duan kështu, paga katran me boja. Çfarë do të ndryshonte çdo gjë të ndryshoj këtë gjë? E ku e dal dot unë 100.000 lekë? Thjesht të them unë para një jave unë vajta bëra një analizë 60.000 lekë, edhe një analizë tjetër 40.000 lekë, 100.000 lekë, edhe 20.000 lekë ngel nga pensioni. Kush me të shtuar fort. Por mos më keq. Pensioniste jam. Marë 130.000, lasë për vetën time. Por asë një gjë. Si ja bëjë, shqyqy që s'marë ilaçe, edhe na japin fëmija. Të rinjë tja rogat. Asë një gjë, qa i dalin atyre. Me fëmije, me qiraje. Ju jeni vetë, sa mirëni dhe ju. Asë një gjë. Qa do ndryshoj, Qa do ndryshoj, më thuaj mua. Kur kemi 35 vjetë nuk ka ndryshuar gjë, qa do ndryshohet? Ne njerë që do vdesim, së ndryshon gjë. Sa për të mërën bukën? Unë po dëshe. Unë marron 150.000 lekë në muaj, pensionistë. Po? Do, këto kemi. Qa të them unë? Po ja rroga jo është 150.000 lekë. Pension. Rroga të rive, ne i kemi jashtë. Po në fëmijë në mbanë, kush në mbanë? Më ledhë në supet. Nëse të e 150.000. Ujë, drita, asesor, shkallë, janë tjetë. I përbush, tjetë. Qa do bëjë? Do ushem të butetët. Edhe sipas të dhënave më të fundit nga Instat, rritja e pagave dhe pensioneve nuk ka dhënë asnjë efekt, pasi çmimet e produkteve, pronave dhe shërbimeve janë dyfishuar. Instat konfirmon gjithashtu se gjendja e 65% e popullsisë ka pësuar rënje ekonomike. Një lokal në zonën e Lungomares është përfshirë nga flakën mbrëmjen e të hënës. Bëhet fjalë për një bar të ndërtuar kryesisht me material drusor, çka ka ndikuar në prapjen e shpejtë të zjarrit. Forcat zjarfikse mundën të izolojnë flakët, mërsohet se nuk ka persona të lënduar, e dëmet materiale janë të konsiderueshme.
Një lokal në zonën e Lungomares është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së hënës. Siç mësohet, bëhet fjalë për një bar të ndërtuar kryesisht me material drusor, çka ka ndikuar në përhapjen e shpejtë të zjarrit. Flakët janë përhapur me shpejtësi brenda pak minutash, duke rrezikuar edhe ambientet përreth. Ndërkohë forcat zjarfikse kanë arritur të izolojnë flakët dhe kanë bërë të mundur shmangjen e përhapjes së mëtejshme. Ndërkohë nuk është raportuar për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme. Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta dhe pritet që hetimet të zbardhin plotësisht rrethanat e ngjarjes, ndërsa policia po dokumenton rastin, ndërsa zona u rrethua për arsye sigurie. Ashtu si gjithë Shqipërinë edhe në Vlorë po zhvillohet festivali i shkencës, ku marrin pjesë 20 shkolla. Ky festival sipas organizatorëve ka për qëllim të nxjisë nxënësit në të menduarin shkencor. Nxënësit pjesëmarrën shprehën se dëshira e tyre është që projektet e krijuara prej tyre në të ardhmen të aplikohen në rang vendi. Festivali i shkencës ashtu si në gjithë Shqipërinë po zhvillohet edhe në Vlorë, në zyrën vendore të arsimit Vlorë i Mar. Në festivalin e shkencës kanë marrë pjesë 20 shkolla. Nxënësit të cilët janë pjesëmarrës janë të klasave të 10-ta, të 11-ta dhe të 12-ta. Ky festival sipas mësueses së kimis Xhelili ka për qëllim të nxjisë nxënësit në të menduarin shkencor. Ajo thotë se puna ka filluar me përgatitjen e grupeve të nxënësve dhe më pas me krijimin e projekteve të ndryshme në shkencë. Edhe si pjesë e jurist, Xhelili sqaron se nga konkurrimi mes klasave do të shpallen dhe ekipet fituese që do të konkurrojnë në rang zyrash vendore të arsimit. Unë jam Klodiana Xhelili, jam mësuese e kimis pranë gjimnazit Ali Demri. Kam punuar ngushtisht me nxënësit për këtë festival të shkencave dhe jam shumë e impresionuar për mënyrën se si ata e kanë përqafuar, për gjithë energjinë që ata na kanë falur. Kemi bërë shumë punime në rang shkolle dhe vetëm 3 prej këtyre punimeve do të kalojnë në fazat e tjera që i takojnë ZVA-s, Drapit edhe më tej në rang kombëtar në Ministrinë e Arsimit. Nisma nxit të menduarin kritik tek nxënësit, punën në grup edhe prakticitetin e tyre dhe të mësuarit në mënyrë praktike ato koncepte teorike që i marrin në shkollë. Për Blu Televizion, nxënësit e gjimnazit publik Ali Demi, përgjatë zhvillimit të konkursit Festivali i Shkencës, shpalosin disa prej projekteve të krijuara nga vetë ata. Nxënësit shprehen se dëshira e tyre është që në të ardhmen këto projekte të aplikohen në rang vendi. Ne kemi ndërtuar një prototip i cili ma 3 komponentë kryesor të përqendrimit të nxënësit, që janë CO2, temperaturat dhe lagështira. Ky komponent mat parametrat në ambiente të mbyllura siç janë klasat, duke sinjalizuar me dritën. Në ambienti ku jemi, duke qenë se ka shumë nxënës, atëherë drita LED është ndezur për të paralajmëruar që duhet hapur dritaret për ajrosje. Ne kemi krijuar një zile automatike, e cila ka për qëllim të eliminojë nevojën e të rënit të ziles në mënyrë manuale nga presorët, duke rritur efikasitetin dhe precizitetin në përndrimin e orareve mësimore në ambientet shkollore. Po patjetër, dhe ky është edhe synimi jon, nëse ne kalojmë këtë fazë, ne pretendojmë ta zgjerojmë zilen dhe ta bëjmë funksionale atë, dhe pse jo ta përdorim në shkollën tonë si hap të parë dhe më tej ta zhvillojmë edhe në shkollat e tjera. Tani ky projekt tregon e ka mentori reagues si fillim dhe tregon se si funksionojnë stimujt nëpërmjet nervave në tru, në lobe të ndryshme. Për shembull, dhimbja kalon nga palca kurrizore drejt lobit frontal. Drita kalon nga palca kurrizore drejt lobit parietal dhe prekja kalon nga palca kurrizore drejt lobit oksipital. Atëherë është ndihmoj më shumë në mosidhënie sepse nxënësit nuk arrin ta kuptojnë lobet, ndarjen e tyre dhe stimuj se si shkojnë në tru. Dhe është një mënyrë shumë praktike për t'i shpjeguar nxënësit më konkretisht si funksionojnë. Roboti me anë të kamerës arrin të detektojë gjyshen, afrohet te gjyshja, lëviz duar të duket më miqësor. Nga kjo lëvizje e duarve, gjyshja mendon që ky robot e themi është si lodër, merret më mirë. Afrohet roboti, i cili ka përdorime të ndryshme, matja e pulsit, rajeve të zemrës. E zënë që në gjyshës time i ndodh një problem, themi i bien të fikët, gjyshja bie. Kamera arrin të dallojë nëse gjyshës i ka rënë të fikët. Mua më nis një sinjal në telefon që shko, gjyshës tënde i ka rënë të fikët. Nga ky sinjal ju mund të lajmëroj direkt ambulancë dhe policinë që të shkojnë tek shtëpia e gjyshës edhe të marrin gjyshën dhe të japin ndihmën e shpejtë. Gjithashtu,
ka një website i cili mund të vësh të dhënat e tua, gjatësinë, rajet e zemrës që cilat i masin, peshën edhe pulsin, nga këto të katërta arrin të marrin të dhëna për sa aktivitet fizik arrin të bën, sa aktivitet fizik do të bësh në ditë, nëse rajet e tua të zemrës janë normale, nëse kanë kaluar normale. Në gjimnazin publik Alidemi 26 kanë qenë grupet konkurruese, ku juria ka vendosur fituesit, të cilët do t'i përcillen zyrës vendore arsimore Vlori Mar. Më pas, fituesit e çdo shkolle do të konkurrojnë mes tyre, ku do të shpallet një fitues, i cili do të jetë përfaqësuesi i Vlorës dhe i Marës në konkursin kombëtar. Vlen të theksohet se idetë janë të vetë nxënësve dhe projektet janë realizuar nga vetë ata ose me donacione të prindërve. Rikthehemi me aktualitet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka zhvilluar një takim me kryegjyshin botror të Bektashive Babamondin, një heraz kreu i Këshillit Ndërfetar, ku në fokus të bisedës ishte bashkëtesa fetare dhe rruga e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, zhvilloi një takim me kryegjyshin botror të Bektashin dhe Babamondin, një heraz i kreu i Këshillit Ndërfetar, ku në fokus të bisedës ishte bashkëtesa fetare dhe rruga e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Ai zbardhi diskutimet duke thënë se folën për mënyrat se si mund të punohet së bashku për të forcuar tolerancën, solidaritetin, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe mos diskriminimin, e në të njëjtën kohë të kontribuojnë në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria quhet për mënyrën paqësore në të cilën fetë e ndryshme jetojnë krah për krah, një vlerë që është gjithashtu themelore për Bashkimin Evropian. Diskutova me Babamondin në cilësinë e tij si kryetari i urdhrit Bektashi dhe kryetari aktual i Këshillit Ndërfetar, mënyrat se si mund të punojmë së bashku për të forcuar tolerancën, solidaritetin, mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe mos diskriminimin dhe të njëjtën kohë të kontribuojmë në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit të Bashkimin Evropian, shkruan ai. Pas inaugurimit më 19 shkurt në Washington, Bordi i Paqes ka hapur faqen zyrtare të internetit. Në të janë publikuar 28 shtetet themeluese, ku figurojnë Kosova dhe Shqipëria anëtare, ndërsa vjet re se kryeministri Rama shfaqet me një herë në krah të Donald Trump. Në kartën e bordit renditen të gjitha parimet dhe synimet e tij. Pas inaugurimit më 19 shkurt në Washington, Bordi i Paqes hapi faqen zyrtare të internetit. Në të janë publikuar edhe 28 shtetet themeluese, ku figurojnë po ashtu Kosova e Shqipëria si anëtare. Konkretisht, shtetet anëtare janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Kosova, Turqia, Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistani, Izraeli, Egjipti, Jordania, Kazakistani, Uzbekistani, Paraguay, Maroku si dhe vendet të tjera nga Europa, Azia, Afrika dhe Amerika Latine. Vjet re se kryeministri Edi Rama shfaqet me njëherë në krah të Donald Trump. Në kartën e bordit renditen të gjitha parimet dhe synimet e tij, duke deklaruar se paqja e qëndrueshme kërkon gjykim pragmatik, zgjidhje të shëndetshme dhe guxim për të lënë pas qasje dhe institucione që shpesh kanë dështuar. Duke pohuar se vetëm partneriteti i qëndrueshëm dhe i orientuar nga rezultatet, i bazuar në barë dhe angazhime të përbashkëta mund të sigurojë paqja në vende ku ajo ka qenë për një kohë të gjatë e paarritshme. Në një nga faqet është vendosur edhe thënia e Trump për bordin. Ky bord ka mundësinë të jetë një prej organeve më vepruese të krijuara ndonjëherë. Gjithashtu është shprehur qarta zgjedhje misioni ku thuhet se kjo organizat synon stabilitet dhe paqe në zonat e prekura nga lufta. Bordi të ndërtoi paqen në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Në hapësirat përkatëse është bërë edhe ndarja për bordin e paqes, bordin ekzekutiv të Gazës dhe përfaqësuesin e lartë të Gazës. Gjithashtu në planin e paqes për Gazën janë renditur edhe vendet që do të kontribuojnë financiarisht, ndërsa Shqipëria dhe Kosova renditen në vendet që do të dërgojnë trupa për forcën ndërkombëtare të stabilizimit. Presidenti rus Vladimir Putin nuk i arriti qëllimet e luftës që nisi kundër Ukrainës dhe nuk e theu moralin e popullit ukrainas, tha presidenti i Ukrainas Zelenski në videon e publikuar sot në përvjetorin e 4 të fillimit të pushtimit rus. Në përvjetorin e 4 të luftës në Ukrainë, presidenti Volodymyr Zelenski deklaroi se Vladimir Putin nuk i ka arritur qëllimet e tij. Zelenski përmes një video e mesazhi në rrjetet sociale deklaroi se presidenti rus Vladimir Putin nuk i ka thyer ukrainasit dhe se nuk e ka fituar luftën, teksa i mendonte se ofensiva për pushtim do të zgjaste 3 ditë. Ndër të tjera, Zelenski shtoi se ukrainasit do të bëjnë gjithçka për të siguruar paqen dhe drejtësinë. Sot shënohen saktësisht 4 vjet që kur Putin filloi ofensivën e tij 3 ditore për të marrë Kievin dhe kjo thot
thot shumë për rezistencën tonë, për mënyrën se si Ukraina ka luftuar gjatë gjithë kësaj kohe. Pas këtyre fjalëve qëndrojnë miliona njerëz nga populli ynë me një guxim të jashtëzakonshëm, punë jashtëzakonisht të palodhur, qëndrueshmëri dhe rrugën e gjatë që Ukraina ka ndjekur që nga 24 shkurti, duke parë prapa në fillim të pushtimit dhe duke reflektuar mbi sot, kemi të drejtë të themi, ne e kemi mbrojtur pavarësinë tonë, nuk e kemi humbur shtetësinë tonë. Putin nuk ka arritur qëllimet e tij. Ai nuk i ka thyer ukrainasit, ai nuk e ka fituar këtë luftë. Ne kemi ruajtur Ukrainën dhe do të bëjmë gjithçka për të siguruar paqen dhe drejtësinë. Lavdi Ukrainës, shkruan Zelenski. Ndërkohë Hungaria dhe Slovakia janë arrestuar në anën e Vladimir Putin dhe kanë bllokuar sanksionet e reja europiane kundër Rusisë. Por tensioni më i mpret regjistrohet për kredin prej 90 miliardë euro në favor të Ukrainës, të miratuar nga Këshilli Evropian në dhjetorin e kaluar, për të cilën tani Budapesti ka ndryshuar qendrim, duke vënë në rrezik fondet për mbijetesën e Kievit, i cili ka likuiditet deri në fund të marsit. Është vërtet për të ardhur keq që vendimi i marrë nga të gjithë liderët e Këshillit Evropian, ka akuzuar shefja për politikën e jashtme Kaja Kallas në përfundim të mbledhjes së ministrave të jashtëm të BE-s, tani përbën një hap pas. Presim, shtoi një zëdhënëse e presidencës së komisionit, që të gjithë liderët të respektojnë angazhimet e tyre. Mos respektimi do të ishte shkelje e parimit të bashkëpunimit të ndershëm. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.